Mjap debate ka hapur në Shqipëri edhe le të themi një ide ose një vendim i qeverisë shqiptare që të hape një konsullat e Serbisë në Shkodër. Pse kjo marrëdhënie me Serbinë në një kohë kur le të themi tensionet mes Kosovës dhe Serbisë janë në nivele shumë të larta? Paria e Tiranës e ka shitur Kosovën dhe vazhdon ta shes Kosovën pa asnjë lloj dyshimi. Kjo lloj vendosje është një tradhti kombëtare që meriton dënimin më të madh. Ai ministri i jashtëm, i cili është një vegël e shumë kujt, i cili është kapur i cili i ka humbur laptopi në ambasadë këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në misionin shqiptar, i ka humbur laptopi i NATO-s me dhënat e NATO-s brenda, ka një seri skandalesh si diplomat. Ai meriton që të shkojë në gjykim për tradhti kombëtare së bashku me gjithë ata që e kanë propozuar këtë. Kjo është një minim i hapur i qeverisë së Kosovës, e cila është një qeveri sovrane dhe në vend që të bashkëpunojnë të dyja entitetet shqiptare për një integrim kulturor, për një integrim sa më të mundshëm ekonomik dhe për një bashkërendim të agjendas diplomatike, ne kemi të bëjmë me njerëz të cilët shesin çdo gjë nën presion sigurisht, sepse ai që ka ngrënë një herë një lugë çorp të prishur gjendet gjithmonë në trysni. Dhe duhet veten duhet theksoj edhe një fakt tjetër, të vjen dukje, që nuk po ndihet as opozita shumë për këtë tradhti kombëtare. Ajo që i thot vetes opozit, nëse nuk ngrihet për këtë, për çfarë pune i duhet shqiptarëve kjo lloj opozite? Për të dalë në konferencat për shtyp dhe për të folur si Llazore kafenesh, për të thënë ky shkoj me këtë, kjo ka fëmin me këtë, kjo është shtatzan, ky është shtatzan. Opozita reale, normale, në çdo vend të botës, do duhej që të bënte një reagim të tmerrshëm, do duhej që të kërkonte shkarkimin e menjëhershëm të ministrit jashtëm, do duhej që të kërkonte që ministri jashtëm të shkonte në burg minimalisht dhe që të gjykohej nga organet e sigurisë kombëtare për tradhti, sepse këtë ka bërë me atë marrëveshje që ka bërë me ministrin serb, ka baraz vendosur në të njëjtin plan 4 ose 5 serb të deklaruar që mund të jetojnë në Shkodër me Bujanocin, duke bërë një ngatërresë të qëllimshme, sepse në Bujanoc fatkeqësisht nuk ka më shqiptar. Faktën të kishte bërë Preshevën që të dilte më i larë nga pikpamja etnike, por jo, në Bujanoc ku shqiptarët janë pastruar etnikisht në mënyrë jashtëzakonisht shumë sistematike nga serbët, cilët e kanë këtë taktikë prej shekush, e kanë pjesë të strategjisë së tyre kombëtare. Spastrimi i shqiptarëve nga dalë, fshat për fshat, zonë për zonë, dhe quajtja e tyre pastaj thelb i identitetit serb. Në vend që të vinte duke gjëra të tilla, qeveria shqiptare shkon dhe bën marrëveshje. Tani, pse bëhet kjo? Se njerëzit duhet ta pyesin veten. Ore, pse ndodhi tani kjo? Mirë, dakord, këta janë gjithë tradhtarë, këta gjithë e kanë shitur vetveten, e kanë shitur Shqipërinë disa herë, nuk u desh ky ministri Karagjozi fundit për të filluar këtë lloj procesi. Po pse ndodh tani kjo? Aty duhet ta ndalin veten dhe të japin këtë përgjigje që është e vetmja përgjigje e mundshme, sepse tani po mprehen armët për atë konfliktin e ardhshëm, i cili që nuk është edhe fort larg, nuk është larg fare, i cili po përparon në mënyrë të frikshme. Ai konflikti i ardhshëm me bazë fetare, etnike, sektare, jugveri, të gjitha llojet e ndasive që kanë mbjell dhe vazhdon të ujis Paria e Tiranës dhe gjithë armiqtë e popullit shqiptar me anë të këtyre veglave të tyre që funksionojnë Parinë e Tiranës, është pikërisht kjo. Po mprihen armët për përplasjen që po vjen, po përgatitet terreni për përplasjen që po vjen, dhe është një përplasje që do t'i përngjas shumë pak në 97-s, nëse lejohet të shkoj puna aty, po do t'jetë një përplasje shumë më kaotike, shumë më e dhunshme, shumë më e dëmshme dhe tejet më e thellë se sa ajo që ishte në 97-a. Pra kushdo që e ka përjetuar atë kohë,
duhet ta mendoj mirë veten se ku po shkojmë dhe se si do të përfundoj kjo meseleja e gjithë këtyre shenjave, se nuk është vetëm kjo shenja. Ka shumë grupime që po shfaqen për dita më shumë të sigurt në vendin e tyre, duke u përmatur me shqiptarët duke thënë që nuk është më ky vendi juaj, ky është vendi jon, grupimet etnike, fetare të ndryshme të cilat kontrollojnë lojën dhe të cilat mendojnë se të gjitha kanë pjesë tek skllavërimi i shqiptarëve, të vetmit që nuk pyeten në këtë mes janë shqiptarët, të cilët do të gjenden në mes dhe do të detyrohen nga paria dhe nga pronari i ri i shtetit shqiptar që të luftojnë mes vetes. Vlla me vlla, motër me motër, qytet me qytet, krahin me krahin, sepse kjo është zgjidhja që ju volit atyre. Ndaj dhe duhet rebelim sot, sepse aty ku po shkojmë nuk është as pak e këndshme. Gridi, javës që shkoi, Belinda Balluku u mori pandehur edhe për disa lote të tjera të Unazës së Madhe. Përveç se u mori pandehur, në fakt vëmendjen e mori dhe një aludim i zotit Sali Berisha, kryetari i Partisë Demokratike, se ajo është shtatzën dhe po e përdor shtatzaninë e saj për t'i shpërtuar drejtësisë. Mund të shkojë deri këtu? Kjo pyetje është absurde në kontekstin e Parisë së Tiranës. Paria e Tiranës është e gatshme që të bëjë gjithçka. Pra unë nuk do të habitesha fare që këta përdorin shtatza. Pra këta nuk kanë frikë as Zotin. Janë mësuar që veprojnë në mënyra të tmerrshme dhe nuk kanë frikë as ndëshkimin që Zoti ju a garanton të gjithë atyre që bëjnë lojra me çështje të tilla madhore, siç janë çështjet e shtatzanisë, bërjes fëmijëve, të cilat janë çështje që kanë të bëjnë me vazhdimsinë e jetës, dhe është çështje themelore teologjike në të gjitha llojet e feve dhe në të gjitha llojet e besimeve të ndryshme, por qoftë edhe për një ateist, jeta është gjëja më e çmuar e të tjerë. Pra pavarësisht kush e ka dhënë jetën, nuk do të habitesha. Në të njëjtën kohë, Sali Berisha është mësuar që për çdo të vërtet që thot e ka si përpjestim që të thot paktën 1000 gënjeshtra, pra egzagerimet dhe gënjeshtrat e tij nuk mund të merren për bazë a priori, por në çdo rast nuk do të habitesha nëse këta kanë gjetur një mënyrë për të ndenjur jashtë burgut, duke u marrë vesh edhe me spakun, që si njerëz shtatzant mos hyjnë në burg. Tani le t'i kthehemi substancës, sepse kjo çështja e shtatzanisë është për të hequr vëmendjen nga mënyrat se si këta i kanë pirë gjakun çdo shqiptari, i kanë futur duart në xhep çdo shqiptari, në çdo rast, të gjithë bashkë, pa u ndalur, pa u tutur, pa pasur asnjë lloj frike nga ndëshkimi që mund t'ju vijë, sepse kontrollojnë edhe gurin edhe arën. Zonja Balluku, përveç faktit që ka vjedhur në të gjitha llojet e tenderave, siç po duket për ditë më shumë, siç po e akuzon Spaku, përflitet që ka dhe 300 apartamente, pra nuk e ka pasur as frikën më të vogël ndaj ligjit, ndaj ndëshkimit të ligjit. Në të njëjtën mënyrë sjellje, siç janë sjell të gjithë bashkëqeverisësit e saj, siç janë sjell shumë qeveritar, siç janë sjell shumë opozitar, siç vazhdojnë e sillen të gjithë anëtarët e Parisë së Tiranës, sepse mos harroni, si tha për atë deputetin e Partisë Demokratike, është djali mirë ai, janë familjet tona, do merremi vesh me njëri tjetrin. Atij që i dha një tender nga ministria e saj. Pra, këta janë të gjithë bashkë, këta nuk kanë frikë asgjë, nuk kanë frikë as popullin, nuk kanë frikë as ligjin, ndaj ka ardhur koha që populli shqiptar, çdo shqiptar që e njeh veten për shqiptar, duhet ta mendoj mirë ku jemi sot, pse jam këtu sot, kush më ka skllavëruar dhe kush po vazhdon skllavërimin tim dhe me çfarë mënyre mund të dalun nga ky skllavërim. Për mendimin tim sot e vetmja zgjidhje e dur është një rebelim, është protesta me të gjitha llojet e mjeteve. Në këtë pikë ku kemi ardhur, kur jemi shumë pranë një përplasje të frikshme, nuk ka asnjë ndalesë. Të gjitha mjetet janë legjitime, çdo mjet në çdo lloj forme, në çdo lloj mase është legjitim
Dhe çdo shqiptar që e ndjen veten shqiptar dhe që e sheh veten në këtë gjendje, jo për shkak të asaj që ka bërë ai, po për shkak të asaj që bën Paria e Tiranës dhe Sindikata Ndërkombëtare e Krimit, nga e cila Paria e Tiranës kontrollohet sot, duhet të bëj me çdo kusht të gjitha veprimet e mundshme për të dalë nga ky qerthull. Pra, sot kërkohet që veprime si këto të zonjës Balluku ti kundërshtoj popullit shqiptar me çdo mjet, me çdo lloj forme të mundshme. Çdo formë sot është legjitime, cila do lloj. Ky sa shanse ka që le të themi drejtësia të vihet në shinat e duhura dhe ata që kanë shkelur ligjin të shkojnë para drejtësisë dhe të mos ketë më aludime se drejtësia po e fal X-in apo Y-in? Shikoni, drejtësia e vonuar është një drejtësi e munguar. Këta kontrollojnë aq shumë nga levat e shtetit, sa që edhe me spakun janë duke luajtur si macja me miun. Vonesat e spakut janë në një farë mënyre të pa justifikuara, sepse provat janë jashtëzakonisht shumë të mëdha dhe pamundësia e spakut për të bërë një ndryshim, për të arrestuar njerëz, për të pasur shumë më tepër ndikim në drejtësi, me shumë gjas është edhe për shkak të veprimeve të Parisë Tiranës, që nuk lejon shumë çka që të ndodh, por edhe për shkak se Paria e Tiranës ka levat e veta brenda spakut. Kështu që e vetmja mënyrë për drejtësi është një ndryshim thelbësor, është një drejtim i shtetit drejt një shtet kombi të ri, me role të reja, me shtrëngesa të tjera dhe me shtrëngesa reale ndëshkimi. Me atë që kanë bërë këta, domethënë këta kanë shndërruar shtetin shqiptar në një baçe droge. Këta kanë shndërruar shtetin shqiptar në një vend ku vinë më shumë të huaj se sa në çdo vend tjetër të Evropës për frym. Këta e kanë shndërruar shtetin shqiptar në vendin i cili eksporton më shumë mjek në Evropë. Pra mjekët edukohen në Shqipëri dhe ikin për të punuar në Evropë nga syt këmbët. Këta e kanë shndërruar shtetin shqiptar në një vend ku po shpiken lloje të reja kanceri të cilat studiohen në gjithë botën për shkak të ndotjes, për shkak të ushqimit, për shkak të çdo gjëje. Këta i kanë shndruar shqiptarët në sklever të himeve serbe, pra shqiptarët hanë hime serbe në bukën e tyre, pavarësisht restoranteve të bukura dhe çdo gjë tjetër që ka luks të jashtëm. Pra, në këtë pikë shqiptarët janë një nga popujt më të shtypur që jetojnë sot në Evropë, pavarësisht se duket sikur çdo gjë është mirë, duket sikur çdo gjë është në rregull, Paria e Tiranës ka kryer krime të përbindshme. Për këtë pari nuk mjaftojnë mekanizmat e sotëm. Për këtë pari duhet thundra e ligjit, duhet ndëshkim real, duhet ndoshta rikthimi i dënimit me vdekje, duhen të gjitha mekanizmat që përdor edhe bota e qytetëruar, siç janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilat pra këto mekanizma duhen përdorur me fuqinë sa më të madhe të ligjit. Po që të ndodh kjo, duhet që shqiptarët kuptojnë që e vetmja zgjidhje, i vetmi rrugtim drejt shpëtimit është shtetkombi. Dhe shtetkombi funksionon në mënyrë që t'i shërbej shqiptarëve. Rruga drejt shtetkombit është e parashtruar tek manifesti politik i Bletës shqiptare, të cilin bashkë me disa kolegë dhe miq e kemi botuar dhe shpërndar nëpër Shqipëri që në 2016. Dhe çdo kush mund ta shohë, ta lexojë dhe derisa të mbërrim tek vetdia e plot se çfarë thot ky manifest, gjëja e parë që duhet bëjë gjithkush është të protestoj, të bojkotoj, të rebelohet ndaj këtij sistemi, të bëj çkado që kanë në dorë, sepse përndryshe nesër do të jetë vonë. Përndryshe nesër thundra e Parisë Tiranës dhe e pronarit të saj, Sindikatës Ndërkombëtare të Krimit, i cili le të mos harrojmë, është një pronar që është i mësuar me popull, për të shtypur popull dhe për t'u nxjerr
për ta nxjerrë dhjamin nga pleshti, do të kërkojë haraqin e vet dhe nuk do të jetë e thjeshtë dhe nuk do të ketë asnjë rrugë zgjedhje tjetër përpos kësaj që po them unë tani, e cila është rebelohuni me çdo mjet. Përndryshe do të mbesni sklever ju, do të mbesni sklever e ardhmja jon e të gjithëve, e brezave që vinë dhe ne që jetojmë në Mërgat, jo vetëm do të na lini pa dhe po do të lini breza të tërë shqiptarësh pa asnjë lloj mundësie zhvillimi.